Unë jam Bajram Mysa, me origjinë nga Limari i Përmetit dhe kam kryer studimet e larta në Fakultetin e Ekonomisë Universitetit Tiranës, ku pas kësaj kam shërbyer për shumë vite si pedagog dhe shef katedre në Shkollën e Bashkuar të Oficerave. Me ndryshimin e sistemit, unë kreva një sër specializimesh për menaxhimin shëndetësor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Angli, në Francë deri në Kazakistan. Unë pasi kreva këto specializime, fillova punës si pedagog profesor në Fakultetin e Mjekësisë, duke kryer dhe një sër detyrash akademike, si shef katedre, dekan, dhe me përfundimin e detyrës së dekanit në këtë fakultet vazhdova si profesor dhe vitin e fundit edhe si rektor në një universitet privat. Unë ndërkohë që kam kryer specializime, kam pas edhe një shans për cilën jam krenar, që kam marrë edhe titullinderi, një prej tyre është prej ish presidentit Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton. Ndërkohë jam i dekoruar me medaljen e artë të Shqiponjës për proceset demokratike dhe për rrëzimin e komunizmit në Shqipëri. Kam vendosur që të kandidoj me propozim të Partisë Demokratike të Përmetit të Këlqyrës për qarkun e Gjirokastës si deputet për Partinë Demokratike. Kandidimi im në këtë garë ka një objektiv. Si që thoshe Martin Luther Kingu, I have a dream. Ëndra ime është për ta kthyer Përmetin, Këlqyrën dhe gjithë qarkun e Gjirokastës në një vend ku njerëzit të banojnë të lumtur, ku njerëzit ta ndjejnë veten qytetar të vlerësuar, me mirëqenie, me shkollim, me shërbime mjekësore, me shërbime shëndetësore dhe me të gjitha shërbimet e tjera. Ajo që mendoj unë që ka shumë probleme për të riparë e për të rregulluar është kthimi i shërbimeve te qytetari. Ne kemi një spital goxha të madh në Përmet dhe aty nuk gjen pothuaj asnjë repart që të funksionojë si duhet. Ndërkohë që aty beshin lindjet e fëmijëve dhe të gjitha lindjet pothuaj në 30 vjeçarin e fundit në qytetin e Përmetit janë realizuar në atë spital. Sot aty nuk ka edhe mjek të mirëfillt të specialiteteve të veçanta. Këta mjek specialitetesh nuk i gjen sot si duhet edhe në Gjirokastër. Pale pastaj po të flasim edhe për shërbime, që për një certifikat pronësie do të shkosh në Lushnjë, për një gjyq do të shkosh në Tiranë, për probleme të tjera që lidhen me si thua arkivat, duhet të shkosh në Fier, sepse asgjë nga këto nuk funksionon si duhet në ata shoqëtër që quhesh prefektura e Gjirokastës. Sot këto shërbime janë larguar nga qytetari. Sot qytetarët stërmundohen për të realizuar këto shërbime. Së dyti, unë do të avëtheksin tek politikat mbështetëse të fermerëve, të blegtorëve, të bujqve, kudo në qarkun e Gjirokastës. Por këto nuk mjaftojnë. Ajo që është e rëndësishme për jetesën e qytetarëve është infrastruktura. Pra këto vende nuk kanë rrugë. Unë bëra një pronësim për para pak ditësh për rrugën e Pagris dhe të Frashit. Ajo rrugë që në fundit të çon te një prej fshatrave që kanë bërë historinë e këtij kombi, te vendi Frashlive, aty nuk funksionon. Me pak kilometra rrugë mund të bëhesh një aks funksionues që nga Përmeti në Skrapar e deri në Berat. Këto shërbime të infrastrukturës rrugore e kanë vështirësuar shumë jetesën e qytetarëve të këtij vendi. Madje më thoshte një si thuhet banor prej kësaj zone që familja ishte ndarë më tresh. Njëri mbante fëmijët për t'i çuar në shkollë në Përmet, njëri ruante baktin se me ato jetojnë dhe dikush mbante shtëpinë në fshat. Në këto kushte ata janë detyruar të braktisin. Ajo që unë do të insistoj nëse do dalë deputet, do të jetë projekti i ripopullimit të Përmetit, i qarku i Gjirokastës, që është për të ardhur keq. Nga aty ka pas shkolla të mesme, shkolla nëntëvjeçare. Për shembull, boll një fshat sikur të përmend, në Përmet që kishte shkollën nëntëvjeçare, tani ishte vetëm një nxënës në gjithë atë si thua krahin, në Çarçov, në Zhep dhe në vende të tjera. Ndërkohë, do të punoj
për të bërë të mundur jetesën dinjitoze të njerëzve. Aty ka fshatra që s'kan prej 30 vjetë shuj, si që është fshati Kilarishës, ku njerëzit janë të depresuar, se imagjino të mos kesh ujë për të jetuar, për të larë, për të banuar, për të mbajtur atë ekonomi të vogël, shtëpiake që ata e kanë të domosdoshme. Po unë mora një fshat, po aty është një zonë e tërë. Së fundit dua të sensibilizoj qytetarët për disa investime që prishin imazhin e qytetit të Përmetit, siç është një investim te guri i qytetit. Te guri i qytetit që është, si thuash, një simbol i atij qyteti. Madje thuhet që emrin ai qytet e ka marrë nga ai gur, sepse Prometeu aty u saldua prej atij shkëm dhe ngeli si i balsamosur. Dhe nga Prometeu mori emrin Përmeti, që ne sot e gëzojmë si një emër të lavdishëm, me histori, por dhe një emër që i ka dhënë një bukuri atij qytetit të trëndafilave. Mesazhimi që ne do ta rikthejmë lullëzimin, jo vetëm të trëndafilave, të lulishteve, por lullëzimin e jetës njerëzore në këtë qark. Unë jam optimist që këto zgjedhje ne do t'i fitojmë, unë jam optimist që populli i qarkut Gjirokastës do më votojë, sepse askush si unë dhe askush më shumë nuk mund që të ndjerë më afër tyre me të gjitha hallet dhe problemet e tyre. Unë do të shpreha një thënie të ish presidentit amerikan Abraham Lincoln, që qeveria duhet të dalë nga populli, të jetë e popullit dhe të punojë për popullin. Kjo qeveri është qeveri e oligarkëve. Kjo ka vështirësuar shumë jetën banorëve të gjithë qarkut Gjirokastës dhe të gjithë Shqipërisë. Ajo që unë mendoj është ripopullimi që nuk bëhet me një vendim, siç qeveria demokratike në vitin 2009 nxori një vendim qeverie për brain gain, pra për të ardhur në Shqipëri të gjithë ato që janë kapacitete intelektuale, do të ketë me mbështetjen dhe time, me mbështetjen e parlamentarëve të ri, një ligj të veçantë që të jetë një ligj për kthimin e popullsisë shqiptare, të djemve, të vajzave në pronat e tyre, në vendet e tyre, për ta bërë jetën e tyre të lumtur këtu në vendin ku ata kanë lindur e jetuar dikur. Dhe kjo nuk bëhet me fjalë, kjo bëhet me politika subvencionimi, me politika mbështetëse për biznesin, me politika të uljes së taksave për biznesin e vogël, me politika që të rritjes së pensioneve, që askush mos a ndjej detyrim se duhet të mbaj nën apo baban për shkak të pensioneve katastrofike, me që një pjesë e madhe tyre nuk i kanë më shumë se 9.700 lekë të reja. Dhe në kushtet e dyfishimit të pensioneve, në kushtet e dyfishimit të pagës minimale, të pagës mesatare deri në 1.200 euro, edhe jetan jam i sigurt që në të ardhmen do të jetë më mirë, sepse do të mendoj që tani që secili, duke u siguruar me standarde të tilla të nivelit pagave, do të ketë edhe një pleqëri më të qetë në vendin e tij. Aty në Piskovë është ngritur një landfill mbi depon e ujit. Çka bëhet burim për sëmundje. Nëse ne pretendojmë të futemi në Evropë, një nga indikatorët kryesor është safe water, të kesh ujë të pastër, të sigurt, përveç shumë e shumë parametrave të tjerë të rritjes ekonomike, të rritjes së mirëqenies e tjera. Pra në këto kushte, unë them që aty do të hiqet dorë menjëherë nga ky landfill që rrezikon jetën e qytetarëve. Dhe për këtë duhet sensibilizohen të gjitha autoritetet shtetërore dhe me marrjen e pushtetit nga qeveria demokratike për Përmetin, ky do të jetë hapi i parë për të pasur një ambient dhe mjedis të pastër për gjithë qytetarët. Ne flasim për Vjosën, që është një lum i egër që mbrohet tash edhe nga UNESCO, por ai lum tani është kthyer po ndotet nga meturinat e shumta që hidhen në të, deri te urat e zeza. Pra në këtë kushte ne do të marrim të gjitha masat që ai të jetë një lum i pastër, një lum i notueshëm, jo vetëm për qëllime, domethënë të mbajtjes së një klime të freskët e të pastër në atë zonë ose aty ku e përshkruan ajo, por të jetë edhe një lum edhe për qëllime pushimi. Unë jam një njeri që s'jam i konsumuar nga pushteti.
unë jam njeri, por kam dhënë prova që kam qenë në pushtet. Unë kam kryer detyra shumë të rëndësishme akademike, dekan, rektor, dhe gjithë eksperiencën time të menaxhimit do ta kaloj për të mirën e popullit, duke menaxhuar të gjitha projektet që ata do kenë në kuptimin e zhbllokimit të tyre, jo më të drejtimit të tyre në qeveritar, por deri te fermeri thjesht, që të projektet e AZBR-s, të IPART-it, që kanë qenë edhe të përgojuara për qëllime korruptive nga ana e qeveritarëve, ne do të insistojmë që ato të kalojnë deri te bujku i thjesht. Përveç kësaj, unë do të luftoj për të pasur një infrastrukturë për të bërë jetesën më të mirë për të gjithë qytetarët. Unë do të jetë vrulli që s'ndalet në Parlamentin shqiptar dhe zëri që nuk do hesht për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve. Dhe për këtë, unë nuk i kam borxh askujt përveç votës së popullit, atyre që më votojnë. Dhe për këtë, unë do të jem mirënjohës dhe do të jem tamam përfaqësues i denj i tyre në këtë parlament të ri që do dalë nga zgjedhjet e 11 majit. Unë ju bëj një thirrje gjithë popullit të qarkut Gjirokastës që të votojnë numrin 1, sepse numri 1 që është Partia Demokratike do të sjellë ndryshimin. Të votojnë kandidatët më të mirë që ata gjykojnë, por secili nga ne unë kam bindje që është i denj për të qenë në Parlamentin shqiptar. Vlerësimi për mua, për dikë tjetër, do të ketë një obligim më të madh dhe një mirënjohje që unë do t'ua shpërblej vetëm me punë, vetëm me përfaqësim dinjitoz në këtë parlament.